Hapet dera e shtëpisë, një qetësi e ëmbël mbush ajrin, sikur koha për një çast ndalon frymën. Pastaj, papritur, një zë i njohur, i butë dhe i dashur, shpërthen në hapësirë me emocion të pastër, dashuri. Banorët kthejnë kokat. Zemrat u dridhen. Aty, në prag, qëndron Dolce, ajo vajza që me ëmbëlsinë e saj bëri për vete mira zemra, ajo kthehet në shtëpinë që e rriti, që e frymëzoi, që e bëri të famshme. Syt i shkëlqejnë, buzët i dridhen nga emocioni, është rikthyer atje ku çdo kujtim mban aromën e fillimeve. Pas një udhëtimi të gjatë dhe një rrugë që nuk ishte gjithmonë e lehtë, Dolce më në fund është aty, midis njerëzve që e pritën, që e përkrahën dhe që e don pa kushte. Rrugëtimi i saj në Itali ishte jo vetëm një aventurë, por një kapitull i paharrueshëm i jetës së saj. Ajo jetoi momente të bukura e të vështira, përjetoi dashuri, sfida, fitore të vogla e emocione të mëdha, dhe në çdo hap, duket sikur e gjithë Italia u mahnit prej saj. Nga qeshjet e saj të sinqerta të mënyra si përballonte çdo situatë me shpirt të madh, Dolce u bë një simbol i ëmbëlsisë, forcës dhe zemërgjërësisë. Tani ajo është kthyer. Kthimi i saj nuk është thjesht rikthim fizik, është një rikthim te rrënjët, te dashuria, te historia që vazhdon. Banorët e shtëpisë e përqafojnë me mall. Si të përqafojnë një pjesë të tyre që kishte munguar. Emocioni ndihet në ajër, një emocion që nuk kërkon fjalë për t'u kuptuar. Kjo është Dolce, vajza që ikën për t'u rritur, por gjithmonë kthehet aty ku zemra i rreh më fort. Vajza që jeton me dritë në sy dhe me zemër të pastër. Vajza që i emocionon të gjithë me thjeshtësinë dhe dashurinë e saj, dhe ndërsa dera mbyllet pas saj, një gjë është e sigurt, historia e Dolces sapo ka nisur një kapitull të ri, dhe të gjithë presin ta shohin se çfarë do të sjellë më tej.